Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Vëllezër, kjo ligjerat është hyrje në vitin e 7 të hijretit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur jemi të fol për vitin e 7 të hijretit, jemi të fol për një kampanjë të davetit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, sepse nëse ju kujtohet, në vitin e 6 ose gjithsesi në fund të vitit të 6 të hijretit u bë marrëveshja Hudejbiyes, e cila thanë do t'ju jep muslimanëve hapësirë të madhe për thirrje të popujve tjerë në fenë Allahu xhella xhelalu. Por ama viti i 7 do të simbolizon edhe shkatrimin e strehimeve të fundit të forta të hebrejve nga dishulli arabik. Për shkak se ne folëm për Medinën si një ndër strehimet ose çerdhet e hebrejve nga dishulli arabik dhe treguam qafise të cilat treguan armiqsinë dhe pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam do të largohen, do të dëbohen nga Medinja dhe një pjesë e këtyre njerëzve të dëbuar do të strehohen në disa vende ku vetë se kishte hebrejin nga dishulli arabik. Dhe një prej këtyre dy vendeve është Khajberi dhe tjetri është Wadi al-Qura. Realisht ato janë 4 vende në të cilat kishte hebrej. Ishte Khajberi, ishte Wadi al-Qura, ishte Tejmaja dhe ishte një vend tjetër në të cilin kishte do me thonë përqëndrim të hebrejve nga dishullin arabik. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjatë vitit të 7 do të ketë kujdes të veçantë që këta grupe mos të organizohen dhe të bëjnë kampanjë ushtarake kundër muslimanëve në Medinë. Dhe po që se bashkoheshin këto 4 fise ose këto 4 vendbanime me hebrejnë kundër muslimanëve, atyre pas një dyshim do t'ju bashkangjite edhe një fis i madh i arabëve, ato në fisi Ghatafan. E pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam do të bëj kampanja të ndryshme diplomatike dhe më pas do ta shohim edhe ushtarake kundër disa prej tyre që të parandaloj këtë tubim të këtyre fiseve dhe më pas që të mos bëhet kampanjë ushtarake kundër muslimanëve në Medinë. Në rrafshin e davetit do të shohim dhe do të fillojmë sot me lejet Allahu xhella xhelalu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më davetin e tij nuk do ta ketë rajonal ose nuk do ta ketë lokal, më mirë thënë, po do të bëhet rajonal ose global. Kështu që daveti nga një davet i vogël në një qytet që quhej Mekë dhe i kryeqendër e arabëve, më pas do të del në Medinë me bardhësin e davetit, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe pas kësaj, pas ti davetit të ngushtë lokal, thirrja ose daveti në vitin e 7 të hijretit do të bëhet zyrtarisht thirrje rajonale dhe më pas thirrje globale. Dhe kjo do të mishrohet me dërgesat të cilat do t'i dërgon i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam fuqive më të mëdha aso kohë në krye me Bizantën edhe Persin dhe secilit prej tyre do t'i dërgon letër në të cilën letër i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do t'i thret në dinin Allahu xhella xhelalu dhe do ta tregon përgjegjësinë e prijesit përpara popullit ose dëmin nëse ai e refuzon thirrjen e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj pika e parë në të cilën ne do të ndalemi në këtë vit janë këta shkresa të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur jemi te këto shkresa ose te këto letra, themi që i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam fillimin e shkrimit ka filluar në pas betejës, pas marrëveshjes së Hudejbiyes. Do me thënë jemi të fol për fundin e vitit të 6 të hijretit dhe fillimin e vitit të 7 dhe këto shkresa kanë vazhduar të dërgohen deri në vitin e 9 të hijretit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Saqë disa prej këtyre vendeve ose prijesve kanë marrë letra nga i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam më shumë se një herë. Jo vetëm një herë. Ka ardhur një herë dhe ka kaluar një periudhë kohore i ka ardhur për zbytje letra e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sa ju përket teksteve të letrave që i ka dërguar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, disa prej këtyre teksteve janë të vërtetuara me hadithe të sakta dhe janë transmetuar në libra më të saktë hadithit, sikurse është Sahihu i Buhariut ose i Muslimit, madje edhe libra të tjerë të sunnetit edhe sirës së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Disa të tjerë nuk janë në këtë drejtë të saktësisë sikurse këto të parat. Megjithatë, është transmetuar një pjesë e madhe e teksteve të cilat i ka dërguar pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam tek prijesit e asaj kohe. Thotë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam shkroi shkresa tek Kisra, tek Kajseri. Kisra është titull i prijesit të persianëve. Kajseri është Cezari.
Kaisar, arabisht i thujnë Cezarit. Andaj Kaisar, kur thuhet është, ka për qëllim prijesin e Bizantës, do me thonë perandoria lindore e romakëve. Thot, dërgoj shkresa tek Kisra, tek Cezari, tek Nejashiu. Nejashi është titulli i mbretit të Etiopisë, ose Habeshes, dhe tek çdo sundimtar i fuqishëm, duke i ftuar drejt Allahut të lartësuar. Kështu që kuptojmë që këto shkresa u dërguan tek fuqit botërore si Bizanta dhe Persia, edhe Habeshe, por ama u dërguan edhe tek disa sundimtar rajonal. Sundimtar të disa fiseve, madje edhe tek disa servil të këtyre dy fuqive të mëdha, prej arabëve dhe jo arabëve, të cilët kishin një lloj sundimi mbi popujt dhe fiset e tyre. Dhe këto të gjitha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tham që do t'i dërgoj mes vitit të 6 dhe vitit të 9 të hijretit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu tregon Enesi radhiyallahu anhu dhe thot: pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam shkroi shkresat e tij mbretërve dhe princave dhe sundimtarve. Dhe ati i thanë sahabet: ja Rasul Allah, ata nuk pranojnë asnjë letër e cila nuk është e vulosur. Mos dërgojmë letra pa vull, sepse është protokoll që të dërgohen letra të vulosura. Fattakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddatin. Dhe thot pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam, atëherë mori një unaz prej argjendi, unaz e cila kishte çfarë? Vull. E mori një vull dhe një unaz prej argjendi në të cilat kishte të shkruara 3 rreshta: Muhammed, Rasul dhe Allah. Muhammed, Rasul dhe Allah, që do me thonë Muhammedun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi që këto dërgesat i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam sipas protokoleve të njohura diplomatike aso kohë. Kështu që kur i than atij që nuk pranojnë letra vetëm se të vulosura, pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam nuk e bëni çështjen tragjike dhe nuk e bëni çështjen shumë të madhe, po tha përderisa ky veprimi yni do ta lehtësojmë pranimin e davetit ton tek ata, do ta bëjmë këtë gjë përderisa në të nuk ka ndonjë ndalesë. Andaj mori unaz dhe e bëri atë vull me cilën vuloste letrat e tija alayhi salatu wasallam, dhe këtë vull të tij do ta ketë Ebu Bekri pas vdekjes së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, më pas do ta ketë Omeri dhe më pas do ta ketë 6 vite të khilafetit të tij Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe një ditë prej ditëve, gjatë disa punëve tek një pus prej puseve të Medinës që është afër Mesxhidi Quba, Uthman ibn Affani do ta humb këtë unaz, se do t'i bjerë unaza në një bunar ose pus, dhe do ta lypin këtë unaz për 3 ditë me radhë, por ama nuk do të ketë mundësi që ta gjenë këtë unaz të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje thot Ibn Hajeri rahimahullah rreth kësaj, vetë kërkimi i unazës ka kushtuar shumë më shumë se sa vlera unazës. Por ama vlera e saj materiale nuk matet me vlerën kuptimore që kishte ajo është se ishte unaz me cilën vuloste i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne do të lexojmë disa prej këtyre letrave dhe dërgesave të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi është për të kuptuar ne mënyrën e thirrjes së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, transparencën e tij në thirrje, thjeshtësinë e tij në thirrje, pa shumë komplikime, pa shumë hyrje në detaje, krenarinë e tij gjatë thirrjes së tij alayhi salatu wassalam, dhe do t'i lexojmë disa letra të cilat në mënyrë direkte ose indirekte do të ndikojnë për disa ndodhi që do të ndodhin mes muslimanëve dhe të tjerëve. E para prej këtyre letrave është letra të cilën do ta dërgojë i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam tek Nejashi. Ne thamë që Nejashi është prijesi i kujt? I Etiopisë, Habeshes. Dhe muslimanët me Nejashiun kishin histori, apo? Cila ishte historia? Hijreti i muslimanëve të Mekës drejt Habeshes. Dhe ky Nejashi që ishte në Habeshe e kishte emrin Ashame. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam do t'i dërgoj këtij prijesi të Etiopisë Ashames një letër në të cilën ai do të kërkon prej tij 2 gjëra. Gjëja e parë është që dërgoj Habiben radhiyallahu ta'ala anha tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ta martoi. Nga se Habibe si pat ndru burri
jetë në Habeshe. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tash lyp prej prijesit të Habeshes që më dërgoi Habiben dhe dua që ta martoj atë. Kështu që An-Najashi do ta merr letrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe do të realizojë kërkesën e tij. Kërkesa e dytë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam ishte që ata musliman që kanë mbetur në Habeshe dërgoj tek ne në Medinë. Kështu që viti i 7 i Hijretit simbolizon kthimin e muhaxhirëve të parë në krye me Ja'far ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu në qytetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tregon Habibete radhiyallahu ta'ala anha bashortja e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam që pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam i shkroi një letër Najashijut dhe letrën e dërgoi me Shurahbil ibn Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Në këtë letër letrën e dërgoi me Amr ibn Umayya Dhamri radhiyallahu anhu. Në këtë letër tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: Bismillahirrahmanirrahim. Hadha kitabun min Muhammedin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shkresë dhe këtë kuptoje se këtë letër e ka shkruar pejgamberi yt alaihi salatu wasalam. Thot hadha kitabun min Muhammedin Rasulillah. Kjo është letër që e shkrojti pejgamberi Allahut Muhammedi alaihi salatu wasalam ila an-Najashi al-Asham azim al-Habasha. Deri tek an-Najashi al-Asham azim al-Habasha. Asham është emri i tij, të madhit ose të parit të Etiopis, Habeshes. Selamun ala man ittaba'a al-huda. Selami qoftë mbi atë që pason udhëzimin. Wa amana billahi wa rasuli. Dhe selami qoftë mbi atë i cili beson Allahun dhe të dërguarin e tij. Wa shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dhe që dëshmon se nuk ka Zot të vërtet përposa Allahut, i cili është një i vetmi dhe të cilit nuk i bëhet shirk. Walam yattakhidh sahibatan wala walada. Dhe i cili nuk ka as bashkëshorte, do me thënë Allahu, e as fëmijë. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e din që Ashame Najashiu i Habeshes është i krishter. Edhe e din që ai beson në Trinitet. Edhe e din besimin e krishterëve lidhur me Merjemen, nanën e Isait alayhi salam. Megjithatë i thot, selami qoftë mbi atë i cili beson se Allahu nuk ka as grua e as fëmijë. Me njëherë denonson besimin e të krishterëve. Vazhdon dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: Wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe selami qoftë mbi atë i cili pranon se pejgamberi është rob dhe i dërguar i tij. Wa ad'uk, unë të thras ty. Bidiajeti l-Islam, me thirrjen e Islamit. Kjo nuk është thirrja ime. Unë jam vetëm një që kumton mesazhin. Andaj tha, selami qoftë mbi atë që e pranon Muhamedin si rob të Allahut, më pas të dërguar të Allahut, alayhi salatu wasalam. Wa ad'uka bidiajeti l-Islami fa inni ana rasulullah. Nëse unë jam i dërguar i Allahut. Eslim, teslem, pranoj Islamin, do të shpëtosh. Pastaj lexoj fjalën Allahu xhalla xjalaluhu: Qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Thuaj, o ju pasues të librit, o i thartë të librit, e jani drejt një fjale të përbashkët mes nesh dhe jush, që të mos adhurojmë askë përpos Allahut xhalla xjalaluhu dhe të mos i shoqërojmë atij asgjë, dhe të mos e marrim njëri tjetrin për zota vend Allahu te bareke taala. Dhe nëse refuzojnë, atëherë thoni, dëshmoni se ne jemi musliman, se ne kemi pranuar këtë gjë. Kjo ke letra e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Asnjë detaj më shumë. Çka? Nëse ka nevojë për detaje, është i dërguari të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili mund të pyetet dhe ai të përgjigjet. Po çka i bën kjo? Çka i bën kjo? Andaj janë zgjedhur njerëzit të cilët do të jenë bartës të mesazheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund thot, me një ton kërcënues për atij të cilit i është dedikuar letra, i tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: Fa in abait, e nëse refuzon këtë, fa inna alayka ithman nasara min qaumika, ti do të kesh mëkatin e të gjithë krishterëve të popullit tënd. Se ti ke refuzu, edhe ata do të refuzojnë normalisht. Dhe gjithë
mëkatet e tyre, të mos hyrjes në fe, ti ke mbi gjafën tënde. Kur Nejashi mori letrën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, e mori letrën kështu dhe e vendosi mbi sytë e tij në këtë formë, radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe më pas zbriti nga arshi, nga froni i tij për tokë, dhe ul për tokë dhe tha radhiyallahu ta'ala anhu, sikurse mos isha në këtë pushtet dhe mos mbaja mbi supet e mia për jetësinë e njerëzve me të cilët i kam, do të vija tek ai, do me thonë te pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'ja mbaja mbathjet, sandallet. Unë do t'isha shërbetori i cili i bën këto punë. Jo Abdullah ibn Mesudi, as Enesi, as ai tjetri. Nejashi, sundimtari i gjysmës së Afrikës në atë kohë. Pastaj Nejashi shkroi një letër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke pohuar atë në të cilën e thiri pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam, dhe duke dëshmuar shahadetin la ilaha illallah. Kështu që e pranoi dinin e Allahu xhella xhelaluhu dhe i dërgoi pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam disa dhurata. Mirë, po në krye të dhuratave është se ai rregulloi martesën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me bashorten e tij Habiben, sikurse ai ishte në këtë rast në thojza bab gjyshi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, vjeri i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por njëkohësisht nuk e anashkaloi kërkesat e Habibes, andaj vetë përcaktoi mehrin dhe vetë ja pagujti mehrin. Dhe mehri Habibes ishte 4.000 dirhem. 4.000 dirhem ja ka dorëzuar Habibes radhiyallahu ta'ala anha. Dhe gjitha stoli dhe dhurata që i merrshin nuset në atë kohë, ja dhuroi ai Habibes dhe nuk lejoi që pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam të harxhoi asgjë në martesën e tij me Habiben. Kështu që i dha 3 palë mbathje të bukura pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe 2 palë sandalle prej lëkure të buta dhe 3 shtiza. Njëna shtizë prej këtyre shtizave pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ja dha Abu Bekrit, tjetrën ja dha Omerit dhe tjetrën e mbajti për veten e tij. Dhe sa herë që vjente Bajrami i Fitrit ose Bajrami i Kurbanit, dilte Bilali radhiyallahu ta'ala anhu me shtizën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk është shtizë e lartë, është diçka mes shtizës, do me thonë, dhe shigjetës. As shigjet nuk është që kaç, po as shtizë e madhe që është mbi, do me thonë, gjatësinë e njeriut. E merrte këtë shtizë Bilali gjatë ditëve të Bajramit dhe vendoste në kryje të vendit ku do të falej Bajrami dhe në drejtim të së cilët do të falej pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kjo shtizë ishte sutreja pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam gjatë faljes së Bajrameve të tija. Ky burr i madh, Ashame, prijesi i Habeshes, do të ndroj jetë në vitin e 9 të Hijretit, sikurse ta përmendim të ardhmen. Dhe xhenazën e tij në mos prezencë të tij do ta fal pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, andaj do të thotë i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam, sot ka vdek një njeri i mirë. Çohuni dhe falni xhenazën vllaut tuaj Ashames dhe kërkoni falje prej Allahut për të. Do të thonë bani istighfar për të prej Allahut xhella xhelalu. Pas Ashames, fronin do ta trashëgoj një njeri i cili nuk do të jetë besimtar. Dhe të cili do t'i dërgoj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam letër, sikurse i dërgoi paraprijesit të tij, megjithatë ai nuk do ta pranon Islamin, sikurse Ashame radhiyallahu ta'ala anhu. Letra e dytë është letra të cilën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do t'ja dërgoi Herakleut. Dhe Herakleu është personalitet i famshëm historik, një ndër sundimtarët e njohur të Bizantës së asaj kohe, dhe një ndër trimat dhe udhëhecit dhe njerëz me taktik dhe strategji, do me thonë të njohur, ushtarak. Megjithatë, në historinë islame Herakleu nuk është i regjistruar sikurse Ashame. Edhe pse kishte të njëjtin trajtim në aspekt të përkujdesit për të dhe letrës që i kishte ardhur, dhe njeriu që barte këtë letër, megjithatë, udhëzimi përfundimisht është në duart e Allahut, jo në duart e njerëzve. Pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam do të dëgjoj që Herakleu ish zotuar se nëse perandoria bizantine ngadhnjen mbi perandorinë persiane në një prej betejave të ndaja, se ai do të ecë këmbë zbardhur nga Konstantinopoja
deri në Ilija, cili vend është? Bejt el Maqdis, Qudsi. Kështu që kur fituan Bizantët mbi persiant, Herakleu realizoi këtë zotim dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe mori udhtim nga Konstantinopoja, nga Stambolli, deri në Jerusalem. Kam zbathur. Dhe në këtë udhtim, ai do të gdhi një ditë prej ditëve i mrolur, në transmetim është përmend khabithe nefsme, do me thonë ndjenja dhe disponim të keq. Kështu që njerëzit që janë për rreth tij do t'i thonë kush problemi jot. Do thot Herakleu kam pa, për shkak se Herakleu ka qenë njeri me dituri të ndryshme. Ka pat një urinë shkencë, ka pat një urinë histori, ka pat një urinë filozofi, ka pat një urinë fe, andaj do me thonë njeri do me thonë me shumë dituri, në shumë aspekte. Por ama prej një urive me cilat është veçuar ka qenë nxjerrja e fallit. Ka qenë astrolog. Ka shikuar lëvizjet e yjeve dhe mbas të lëvizjeve të yjeve ka nxjerr fall. Do me thonë fallxhor ka qenë. Kështu që thot pram kam pa, natën e kaluar kam pa, që sundimi im do t'ju takon atyreve të cilët bëhen synet. Dhe ata përreth i thonë, vetmin që bëhen synet janë hebrejt. Andaj po që se çast ka mërzit kjo, çohu dhe prej hebrejt. Mendohet Herakleu thot, a mund shikoni kush dikush tjetër përpos hebrejve bëhet synet? Dhe dikush vjen dhe i shkruan, thuhet se i shkruan një letër një shokut të tij diku larg. Është transmetuar se në Rom ose në Konstantinopol, sidoqoftë, ai e kupton ndërkohë që përpos hebrejve dhe fiset arabe bëhen synet. Dhe njëkohësisht i vjen letra ose pas disa ditëve i vjen letra që po, përpos hebrejve dhe dikush tjetër po bëhet synet, ata janë arabët. Kështu që e kupton që nuk janë hebrejt ata prej së cilëve pritet ta marrin sundimin. Andaj kërkon kush prej arabëve është, për shkak se kjo bëhet fjalë ishte në Sham, jo në Quds. Se ende s'kishte mri në Quds, Herakleu. Ishte në rrugë për në Quds, po ishte në Damask. Kështu që në Damask në këtë kohë do t'jetë Ebu Sufjani me shokët e tij. Ebu Sufjani në kufrin e tij. Ebu Sufjani do t'jetë në kufrin e tij. Kështu që 3 palë do të takohen në Damask. Herakleu me këtë gajle që kish pa në yje ose në fallet që i kanë nxjerr ai, se sundimi do t'ju takon atyre të cilët bëhen synet, Ebu Sufjani, i cili ka ardhur në Sham për tregti, pasi që është qetësuar konflikti mes muslimanëve dhe kurejshve, dhe pala e tretë kush është? Bartësi i letrës së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, Dihje ibn Khalifa al-Kalbi, radhiyallahu ta'ala anhu. Ebu Sufjani po ju thot njerëzve, gjeni prej arabëve kush është këtu. Nga se duhet flas me dika prej tyre. Dhe thot Ebu Sufjani, ai e transmeton këtë gjë. Thot na morën pallatin e Herakleut në Damask. Dhe na mbyllën thot në pallat ku ishte Herakleu me prijesit e tij. Dhe po na pyet Herakleu pyetje të ndryshme. Dhe në mesin e pyetjeve që pyeti ishte mos ka dikush te ju që pretendon sundim ose pejgamberi. E tha Ebu Sufjani, i thash po. Atëherë thot ka dalë Ebu Sufjani dhe ka fol, dhe prapa ati kanë qenë shokët e tij, dhe Herakleu i ka thonë përkthyesit, nëse gabon, Ebu Sufjani, thoju atyre, nëse gabon, mjafton të bëjnë me isharet dhe kaq. Ebu Sufjani thot, unë e disha se ata nuk do të tradhtojnë. Këtë rrëfim e kena tregu 2 herë më duket, më herët. Unë e disha se ata nuk do të tradhtojnë. Megjithatë, turpi nuk mlinte të rejnë. Arrin burri ma. Andaj thot Ebu Sufjani, filloi që të mpyet për prejardhjen e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, filloi që të mpyet për numrin e atyre të cilët hyjnë në fenë e tij, a shtohen, a pakohen, a dalin prej fesë së tij, kush e pason, njerëzit e elitës, njerëzit e thjesht, fukarat, e kështu me radhë, dhe përgjigjet i jepte Ebu Sufjani njëra pas tjetrës, dhe pas analizës Herakleu po i thot që unë të pyeta për prejardhjen e tij dhe më the që ishte me prejardhje fisnike. Madje fisi më i mirë në mesin tuaj ishte fisi i tij. Pastaj më tha që numri i tyre shtohet dhe nuk pakohet, asnjë prej tyre nuk e le fen, atë pasojnë fukarat dhe njerëzit e ngratë kështu, dhe për çdo gjë thoshte Herakleu dhe kjo është çështja
e pejgamberëve, derisa e pyeti Ebu Sufjanin, dhe në luftë mes jush dhe ati, kush fiton, ju apo ai? Tha Ebu Sufjani, herë ne, e herë ai. E tha Herakleu, kjo është çështja e pejgamberëve. Herë fitojnë, herë humbin, si gjithë njerëzit tjerë. Mirë, po pas çdo përgjigje thoshte Ebu Sufjani, kjo është çështja e pejgamberëve, kjo është çështja e pejgamberëve, dhe më pas në një prej transmetimeve po e fut Dihje el-Kelbi radhiyallahu ta'ala an, që të lexoj letrën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Letra të cilën e barte Dihja, gati se ishte identike me letrën e cila ishte dërguar në Gjashiut. Gati se është identike me ndryshim të vogël në disa fjalë. Mirë, po përpos se në fund i thot, ti do të kesh mëkatin e të gjithë krishterëve të Etiopis, tu i thot do të kesh ithmel arisijin, do të kesh mëkatin ose arisijin të gjithë blektorëve dhe bugjve, të cilët janë në Troje që i sundon të Herakleu, dhe pas kësaj Herakleu zbohet rahat. Po që është interesant, se Ebu Sufjani tu tërheke, ju thot, Herakleu shkoni rrugën tuaj, Ebu Sufjani thot, po u thom shokëve mi, vallaj është bëhet çështje e madhe e këtij njeriut. Ibnu Ebi Kepshete, kur kanë dëshiru që ta nënçmojnë pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, e kanë thirr biri i burit të Halimes. Ebu Kepshe është buri i Halime Saadije. E thot Ebu Sufjani, ju thash shokëve të mi, vallaj është bëhet punë e madhe, puna e këtij njeriut. Do me thonë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse prej fjalëve që i tha, Herakleu tha, dhe ai do të sundoj tokën që është në këmbët e mia. Por ama e merr pak si anësh Dihjen dhe po i thot Herakleu, si me i thon bani selam pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, dhe unë pranoj se ai është pejgamberi i Allahut, dhe sikur të isha te ai, do të kisha dhënë maksimumin që të takoj, dhe sikur të isha te ai, do t'ja kisha laj këmbët. Walau kuntu indehu laghasaltu an qadamihi sallallahu alaihi wasallam. Po tisha te ai, ja kisha laj këmbët. Dhe me këtë gëzim dhe i jep disa dinar Dihjes dhe disa dhurata dhe e kthen për Medinë. Dhe me këtë gëzim kthehet Dihja në Medinë dhe në hyrje të Medinës po ja kumton lajmin pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, dhuratat janë dhurata, muhabeti i ëmbël është muhabeti i ëmbël, realiteti është se Herakleu nuk është musliman. Tha Dihja, është bo musliman o i dërguari Allahut. Kitë qif, tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, lejse bi muslim, aduullah, nuk është besimtar armiku i Allahut. Nuk është besimtar, vazhdon të jetë i krishter. Kështu tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hajeri rahimahullah, dhe ajo që dëshmon për këtë gjykim të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, në të cilin e s'kena dyshim, asnjë dyshim, është se pas një periudhe ky vet Herakleu do të jetë ai që do të udhëheq luftën e Bizantës kundër muslimanëve në betejën e Mu'tes, në Jordaninë e sotme. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i pranon hedijet, mirë po këto hedije nuk e ndryshojnë realitetin e atij i cili e ka ndryshuar, i cili e ka dërguar hedijen. Ja, ky mbetet armiku i Allahut dhe mbetet në fenë e tij. Po pika e diti pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam se është armik i Allahut. Armik i cili do ta shfaqë armiqsinë. Jo vetëm me fjalë, po në terren. E ajo e cila e ndaloi atë nga hyrja në fenë e Allahut, është se ai gjatë kthimit për në Quds, prej Qudsi për në Konstantinopol, do të ndalet në një pallat të shtetit të tij në qytetin e Humsit në Sirinë e sotme. Dhe do të haj për brenda mesazhi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shkresa e tij. Kështu që do të tubon patriarkët dhe prijesit e shtetit të tij dhe do t'ju thot atyne që ju keni kuptuar letrën e cila më ka ardhur nga Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam dhe unë kam vendosur që ne së bashku të hyjmë në fenë e tij. Paraprakisht kishte mbyllur dyert e pallatit që asnjëri prej tyre mos kishte mundësi që të del dhe ta përcjell këtë lajm në popull. Kështu që është transmetuar, kur janë çu ata, janë çu si zebra të friksuara. Keni patur dokumentarët zebra kur fillon të vrapoj? Në transmetim është si zebër e friksuar. Plum! Kur kënar, derët e mshelta. Ka thonë Herakleu, vetëm e testova imanin tuaj në krishterim. A jeni me të vërtet besimtar apo jo? Qenë keni me të vërtet besimtar të fortë. Nuk e pa tani jetë për të bërë musliman. Po vetëm dojsha të shoh ju ku jeni.
kështu që i dha përparësi sundimit të tij dhe mbretërisë së tij. Andaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam bëri dua për shkatrimin e mbretërisë së tij dhe ashtu do të bëhet. Do të shkatrohet mbretëria e tij në duart e këtyre djelmoshave dhe barzëve të këtij mesazhit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. I treti të cilit pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i dërgoi letër ishte prijesi i Persisë asaj kohe, Kisra i persianëve, dhe letrën do ta barte Abdullah ibn Hudhafa es-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu. E Kisra ishte i biri Hurmuzit, mbreti i persianëve, të cilit pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam do t'i dërgoj gati se tekstin identik, sikurse dy të parëve. Kuptohet ajo që më shumë t'i duket në këto letra është thirrja e qartë dhe e pastër dhe e thjeshtë në tauhid, dhe të njëjtën do ta bëjë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me prijesin e persianëve, por ama për dallim nga dy të parët, Kisra do të ketë një dosë më të lartë të arrogancës dhe kryelartësisë, saqë do ta merr letrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe do ta bëjë cop përpara prijesve të shtetit të tij dhe përpara bartësit të mesazhit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai është Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kështu do të thotë, ky më shkruan mua kurse ai është sklav i jem, nga se Kisra konsideronte arabët politikisht se janë servil të tij, arabët e gadishullit arabik, nga se Kisra kishte governatorin e tij në Yemen. Dhe ky governatori i tij në Yemen, që quhej Badhan, kishte një lloj sundimi ndaj një pjesë të mirë të arabëve, po s'kishte realisht sundim mbi Hijazin. Ai pretendonte që këto janë nën sundimin ton, edhe pse realiteti është se nuk ishin ata nën sundimin e tij, as nën sundimin e guvernatorit të tij. Sidoqoftë, ai do ta liroj Abdullah ibn Hudhafen dhe do t'i thotë që të kthehet në Medinë, dhe ashtu do të ndodhë. Dhe Abdullahu do t'i tregoj pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam që ja Rasulullah, filani Kisra e mori letrën tënde dhe e bani cop. E tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me çoj duart e tija dhe luti Allahun dhe tha: O Allah, bëja mbretërinë e tij cop. Dhe Allahu ja bani mbretërinë cop. Ndërkohë, Kisra nuk do të rri duar kryq. Do të dërgon shkresë tek Badhani, governatori i tij mbi Yemenin. Dhe kur themi ne Yemen, nuk është Yemeni i kufive të sotëm. Yemeni i së kaluarës është vend shumë i madh. Gati gjysën e gadishullit arabik ne i themi Yemen. Nga jugu i Taifit të sotëm, në Saudinë e sotme deri poshtë, në Aden, e gjitha quhej Yemen. E i dërgon governatorit të Yemenit letër, dërgon një dy burra të fortë dhe të besueshëm. Te ky njeri i cili më ka dërguar letër dhe sille atë tek unë, ose mere atë tek ti në Yemen. Do me thonë, shko mere pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sille tek unë. Kështu që Badhani dërgon një dy burra të besueshëm dhe shumë të fortë tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë me një letër. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam hap letrën dhe thotë që unë jam filani, guvernatori i Yemenit, kam urdhër nga Kisra i persianëve, kështu dhe kështu. Thotë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, tamam, e lexova letrën e këtij sundimtarit tuaj. A bën flejmë sonte dhe nesër ju jap përgjigje? Këto dy burra thonë po. Atëherë, kur zgjon të nesërmen, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i thret të dytë. Dhe vinë këta dy dhe i thonë po, ç'është përgjigja? Thot pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam, tregoni sundimtarit tuaj, governatorit të Yemenit, që Zoti im e ka shkatruar sundimtarin e tij Kisran në duart e djalit vet. Sepse Allahu e lajmëron pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam se djali i Kisras me dy duart e tija pa të vra babën e vet, që t'ja merr sundimin. Dhe i thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam atyre, tregoni ju Badhanit që në këtë natë, në këtë kohë, është vrar Kisra sundimtari i madh i perandorisë persiane. Dhe ato të friksuar kthehen në Yemen. Dhe i thon Badhanit që ky njeri në Medinë po na thot që Kisra është vrarë në këtë natë, në këtë kohë. Thot Badhani, ashtu është. Ai është vrarë në këtë natë dhe në këtë kohë dhe nuk ka pat mundësi që askush t'ja bjerë lajmin për aq kohë të shkurtë. Kështu që Badhani me gjithë njerëzit e tij pranon Islamin.
Dhe kjo simbolizon hyrjen më të madhe të Islamit në Yemen, edhe atë jo nga njerëz të thjesht, po nga prijës të cilët kishin nën to sundim të madh. Badhani hyn në fenë Allahu xhella xhelaluhu dhe pranon pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bashkë me këta njerëz të cilët ishin në Medinë. Letra e 4 të cilën e dërgon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte letra dërguar Muqawqis, prijesit të koptëve në Egjipt. El Muqawqisu ka qenë mbreti i Aleksandrisë dhe prijesi i koptëve. Koptët janë, do me thonë, një lloj etnie, të cilët kanë fenë e tyre, janë të krishterë dhe kanë jetuar në Egjiptin e asaj kohe dhe sot e kësaj dite vazhdojnë të jetojnë në Egjipt. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Hatib ibn Abi Balta' radhiyallahu ta'ala anhu me letër deri tek Muqawqis, mbreti i Aleksandrisë. Muqawqis, për dallim nga Kisra, e merr letrën dhe e nderon bartësin e letrës, e nderon Hatibin radhiyallahu ta'ala anhu, por ama mes tij dhe Hatibit ndodh një bisedë dhe një lloj debati. Kështu që mbas disa pyetjeve dhe muhabeteve, Muqawqis po i thot Hatibit, nëse i dërguari juaj është me të vërtet pejgamberi Allahu dhe ju e pranoni si të tillë, pse ai nuk i çon duar tek Zoti i tij dhe nuk lutet që Allahu të shkatroj popullin e tij, për shkak se ata e kanë dëbuar, e kanë luftuar dhe ja kanë vrarë shokët më të afërt. Pse nuk e lut Allahun që Allahu t'i shkatroj? Kur e ka këtë mundësi? Tha Hatib ibn Abi Balta, nga se i dërguari ynë është sikur se Isa alayhis salam. Kur populli i tij bëri çmos kundër tij dhe u munduan ta vrasën dhe u munduan ta kryqëzojnë, ai kur u çua drejt Allahut në qiell, nuk tha që o Allah shkatroje popullin tim. Njëjtën e ka dhe pejgamberi ynë. Nuk thot o Allah shkatroje popullin tim. E i tha Muqawqis, ti me të vërtet je njeri i urtë, të cilin e ka dërguar një njeri tjetër i urtë. Megjithatë, nuk e pranoi Islamin. Do ta dërgon Hatibin radhiyallahu ta'ala anhu me dhurata shumta. Një prej tyre është mushka e njohur e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, që quhej Duldul. Në këtë mushk pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bërë disa betejë. Dhe ka qenë ndër kafshët më të njohura të tij alayhi salatu wasalam, dhe ndër dhurata që do t'i dërgoj ai me shumë, do me thonë, flori dhe dhurata tjera, do t'jenë 2 robresha, të cilat ishin motra nga koptët. Ishin kopt. Edhe këto 2 gra, e para ishte Maria el-Qibtije, me cilën pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam të ardhme do të ketë djalin e tij Ibrahimin, edhe do të jetë Sirini, motra e saj, të cilën do t'ja jep pejgamberi Allahu alayhi salatu wassalam Hasan ibn Thabitit për ta martuar, radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in. E pejgamberi Allahu alayhi salatu wassalam na ka porosit gjithë neve që t'jemi të ndershëm dhe të butë dhe të mirë me koptët, për shkak se me ata kemi miqësi. Sepse me ata kemi miqësi, madje koptët i quajnë dajallarët e besimtarve. Për shkak se prej koptëve ne kemi 2 gra të cilat kanë qenë familjet pejgamberëve. E para është kush? Ja. Ajo është prej Benu Israilve. Jo. Hajeri, nana Ismailit, dhe e dyta është Maria, nana Ibrahimit, djalit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ato do të jenë 2 gra, do me thonë, në shtëpi të një pejgamberi. Njëna te Ismaili e tjetra te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Letër tjera pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam do t'i dërgon tek di prej servilve të këtyre 2 perandorive të mëdhaja. I pari është El Harith El Ghasani. Ky do të jetë sundimtari i Damaskut. Mirë po dallon për nga arogancën nga gjithë të tjerët, për shkak se niveli i tij ulët, mosnjohja e politikave në rrafsh pak më të lartë do ta bën atë që të reagon pak më ndryshe se sa këta të tjerët të cilët i përmendëm. Kështu që me marrjen e letrës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai do të mobilizojë ushtri kundër pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam me qëllim që ta sulmojë Medinën. Nga se ky El Harith El Ghasani, do me thonë, është nën sundimin e Herakleut.
megjithatë kishte në të një territor të madh. Përfshir Sirinë e sotme, Libanin e sotëm, përfshir domethënë disa pjesë të Kudsit e kështu me radhë, ose Palestinës së sotme. Kështu që ai do të mobilizojë një ushtri të madhe kundër pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, por do ta ndalojë zotëria e tij Herakleu. Kështu që Herakleu do ta ndal dhe do t'i thotë që nuk bën të mobilizohet ushtri kundër Muhamedit alayhi salatu wasallam, por ama ky reagim i tij do të jetë piknisja ose shkëndija e parë e asaj të cilën ne më vonë do ta njohim si betejë e Mu'tes. Edhe sa ka dërnjaci? Letra e fundit të cilën e dërgon pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ishte Hudha ibn Ali, prijësi të Yemames. Dhe me këtë muhabet i shkon krejtësisht mirë. Pranon letrën, e kthen letrën me një letër të thurur bukur, nga se ishte poet i famshëm i Arabisë asaj kohe, por ama në letrën e tij ai ka një kërkesë tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse në pjesë të teksteve të letrave që i dërgonte i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam ishte, dhe nëse ti i bindesh Allahut dhe pranon këtë thirrje, të mbetet ty sundimi yt. Edhe këti ju tha e njëjta, ti do ta kesh sundimin tënd, kërkush nuk ta ngut sundimin. Por ama ai donte pak më shumë se sundimi. Ai tha, unë du pjesë të udhëheqësisë me ty o i dërguari Allahut, të mbësh ortakun tënd në udhëheqësi. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam tha ja. Pejgamberia nuk është diçka që pranon ortakri. Si mund ta marrim në dikant ortak në pejgamberi? Andaj tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të shkatërrohet sundimi i tij për shkak të kërkesës që e ka bërë. Dhe ashtu ndodhi. Në vitin e çlirimit të Mekës do të vdesë Hudha bin Ali, dhe me të më pas do të ketë me fisin e tij disa betejë dhe përfundimisht në dorën e muslimanëve do të bjerë edhe toka të cilën ai e sundonte. Nëse analizojmë mirë këto letra të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, do të gjejmë disa gjëra. E para është qartësia e thirrjes së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, sikur se thash. Transparenca thirrjen tauhid. Mos joshja me dhuratat e dërguara, sepse në atë kohë dikush të dërgoj dhurata, minimumi që mund ndodh është që ne ta zbusim tonin. Kurse pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam merr dhuratën e Herakleut dhe të gjithë dinarët i shpërndan dhe thot kedhebe aduullahi laysa bi muslim. Gënjen armiku i Allahut nuk është musliman. Ani se na i ka dhënë këtë dhuratë. Aspekti tjetër është aspekti politik. Ajër se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte i preokupuar me lëvizjet e fiseve hebreje në Khayber dhe në Tejman dhe në Fedek. Megjithatë këto lëvizje dhe preokupimi i tij nuk e linte që ai ta lënë dhe ta anashkaloj thirrjen ose avancimin e davetit nga davet rajonal ose lokal në davet rajonal dhe më pas në davet global. Kështu që synonte t'i dërgoj letër Herakleut. Po kush është ky njeri? Nga një qytet e vogël që quhej Medinë, i dërgon letër Herakleut. I dërgon letër Kisras, prijësit të Persisë së Madhe. Ky është ai i cili ushtarët së cilit do të shpartallojnë të dy këto mbretëri, të dy këto perandori, të cilat ishin me shekuj me radhë dhe sundonin në këto troje. Kështu që kjo thirrje pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam do të karakterizohet me këto gjëra, por ama edhe diçka tepër e rëndësishme ajo është se thirrja, nëse mund ta karakterizonim me një fjalë, ishte krenari identitare. Nuk ishte mungesë në identitet. Ne jena këto. Ne thrasim këtë, ne thrasim këtë, ne thrasim këtë dhe ndalojmë nga kjo dhe kjo. Dhe identiteti është i qartë. E dish me kë ke punë, e dish me kë duhet bashkëpunojsh ose të armiqësohesh në të ardhmen, dhe kjo është ajo me cilën karakterizohet në përgjithësi thirrja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo minimizohet dhe mishrohet në dërgesat e tija tek ta mbretër. Vazhdojmë inshallah taala ligjëratën e ardhshme, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.